Kush të solli në këtë botë? O ju që mendoni, çdo të thoni të rreth një personi që e ka parë veten e tij në një qytet të panjohur, ose në një shkret të tillë që gjithashtu nuk e njeh, dhe kjo gjë ka ngjarë pa dëshirën dhe vullnetin e tij. Por nga ana tjetër, ai e kuptoi se dikush e ka sjell. Madje ky dikushi ka dërguar përfaqësues dhe udhërrëfyes për ta udhëzuar, dhe pas gjithë kësaj, ti personi nuk i intereson që të njihet me këta udhërrëfyes, të cilët nuk duan vetë se shpëtimin dhe udhëzimin e tij. I lufton ata, por ata e durojnë dhe e mbartin. I shan, por ata i afrohen. Njeriu normal do ta thoshte se puna e parë që duhet të bëjë ky i humbur është të kërkojë dhe të di se kush e solli në këtë botë të panjohur pa dëshirën e vet. Të di se për çfarë qëllimi u soll. E nëse do të gjente përfaqësuesit e atij që e solli, duhet të nxitonte që të provonte besnikrinë e tyre. E pasi të konstatoj se ata janë të besueshëm, duhet i nderonte dhe t'i ndiqte ata. Ai njeri të cilit nuk i intereson çështja e vetes së tij, çështja se kush e solli dhe çështja e të dërguarve nga ana e Allahut të Madhëruar, nuk ka dyshim në mendje lehtësinë e tij. Nëse njeriu do të mendonte pak gjatë jetës së tij rreth kësaj bote, se si ishte dhe i pajet, e pastaj u bë njeri i plot, siç thotë Zoti në Kur'an. Nga faktet e tij është edhe ajo se ai ju kërkoi prej dheu, e mandej ju e zhvilluat në njerëz që veproni të shpërndar. Surja Rum 20. Të mendonte pak se sa ndryshim ka dheu i pajet i cili nuk dëgjon, nuk sheh, nuk mendon, nuk lëviz, nuk ndjen, nuk rritet, nuk shtohet. Madje nuk ka asnjë cilësi të jetës lidhur me këtë njeri të gjallë, i cili e mbush jetën me lëvizjet e gjallërinë e tij. Sikur njeriu të mendonte në historinë e kalimit të tij nga bota e dheut të pajetë në botën e njerëzve të gjallë, dhe të shikonte se si u transformua dheu në një pikë uji nëpërmjet transformimit të dheut në ushqim, e më vonë si u transformua ky spermatozoid në një gjak të ngjizur, pastaj në një cop mishi, në eshtra, e si u mbuluan këto eshtra me mish, si morën jetë dhe si u bë njeri i plot. Sikur njeriu të mendonte se si të gjitha këto gjëra ndodhen pa përzgjedhjen e tij, atëherë ai do të kuptonte se puna e parë që duhet të bënte ishte njohja dhe prezantimi me atë që ka në dorën e tij, ekzistencën dhe jetën, fillimin dhe krijimin, dërgimin në këtë botë pa marrë leje dhe përzgjedhjen e vet njeriu. Kurani thotë: O ti njeri, po ç'të mashtroj ty kundrejt Zotit tënd që është bujare i urtë, i cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi, të dha formën që deshi vet. Surja Infitar 6:8. Çfarë të bëri të largohesh nga Zoti yt që të krijoi e të dha formën o njeri? A mos vallë mendon se ke ardhur nga hiçi? A mendon se hiçi, i cili në fakt nuk ekziston vet, është ai që të krijoi? A se ke kuptuar se hiçi nuk krijon gjë, e se ti nuk e krijuar gjë nga vetja jote? Atëherë patjetër që ti ke një krijues i cili të krijoi. A thua janë të krijuar prej hiçit, apo ata janë vetë krijues? Surja Tur 35. Me që ekzistenca apo jeta dhe krijimi yt gjën kanë në dorën e Zotit, i cili të formoi dhe të krijoi në formën më të bukur, atëherë duhet që të njohësh atë që ka në dorë të gjithë çështjen tënde, e ti nuk je gjë tjetër, vetëse pengi vullnetit të tij. Dhe ky prezantim duhet të jetë detyra jote e parë, o njeri.